Ta është evident që Albini është person që këta I lunë si pijunat shohut, I del mi thonë për publik, mas në I del thotë jo s'kom thonë. Kështu që na kemi bo thirrjen, votojën I PSD-n për mi artikulu këto probleme, këto çështje, këto kauza në kuvendin e Kosovës. Besoj që ndryshimi më I madh në kuvendin e Kosovës kish me qenë I grup parlamentari PSD-s me këtë model politik që kem. Pse ka interes shtetëror tash? Cili është? Unë veç po pyetje po bëj. Jo ty pa atyne. Cili është interesi shtetëror që ka ndrru pe 4 marsit? Se që ka ndodhë është presidenti I pamvarur që njerëz po mendojnë, është, këmë thonë në 10 ditë, është tipik për pushtetet autoritare. Se po besën që I LDK dhe PDK? Unë po njësa për deklaratat që I kam postë. Ata nuk janë kundër me një koalicione. Pyetja nuk është a hinkta për koalicione. Pyetja është a ju bën Albin Kurti ofertë për koalicion. A I tha po. Te leo. Pa I nuk e di se Albinin se kom po. Ta është evident që Albini është person që këta I lunë si pijunat shohut, I del mi thonë për publik, mas në I del thotë jo s'kom thonë. Po jena situata ku lëshonë edhe balona, se duhen I balon që ja ka thru Bedri Hamzës, presidentin PDK. Nëse Albin Kurti ju bën ofertë, kjo është punë e kryme. Po thu që hinë? Mas e të një deklarata? Cilë më në qenë fatin një subjekti politikë që më ne vendosim, kur për 5 vjetë s'ka lënë fjallë zesë pa unë për Albin Kurti. Kushdo që futet në pushtet me Albin Kurtin, trijen pasojat. Albin Kurti e kontrollon pushtetin, ata vjedhin ose marrin pozita për veti që është të parëndësishme a bëhet minister Lumiri apo Bedri ose Dardani, s'ka rëndësi me Albin Kurtin, është krejt e parëndësishme veç për ata personalisht, dhe ajo parti dopsohet. Dëman nuk ka të bëjnë këto për interesin shtetnore dhe për hir të interesave shtetnore, situatës geopolitike. Çfarë interes? Është pura personale? S'pat interesa shtetërore në 2025, s'pat interesa shtetërore në 4 mars. Pse ka interes shtetëror tash? Cili është? Unë veç po pyetje po bëj. Jo ty pa atyne. Cili është interesi shtetëror që ka ndrru pe 4 marsit? Ardhe kena ardhur 4 minutat e fundit. Çe pritni rezultate edhe kalim pragut si PSD në rast të shumë I nxjerrë. PSD-ja që është den I ka refuzuar 3 palë zgjedhje, pe që unë jam kryetar, pikërisht për arsyën që kemi thonë nuk është ideja pjesëmarrje. Na kur marrim pjesë, synojmë dhe lexojmë rrethana që ka mu kriju momentumi politik që Kosovës njerëz kanë me dashur me pas një opozitë si PSD-ja. Sepse nuk voton krejt qytetari për pushtet që shpërkujtojnë ta. Ose unë po besoj që s'voton. Kështu që na kemi bo thirrjen, votojën I PSD-n për mi artikulu këto probleme, këto çështje, këto kauza në kuvendin e Kosovës. Besoj që ndryshimi më I madh në kuvendin e Kosovës kish me qenë I grup parlamentari PSD-s me këtë model politik që kem. Se a I me fiton LDK-jave të vendosja pak ma shumë ose ajo tjetra për besë që peshenisës po ka ndaj në rësi. A ka në rësi të kuvendit? Jo. Si kuvendi I zgjedhën 2021, si kuvendi I zgjedhën 2025, si kuvendi I konstituum 2026, për besë nuk përshën ndaj rësi. Dardan Musimet, kurs tjetër, përveç me të falëndërush tek Nasimi për me përmbyll bashkë javën këtë fundjavë, të ditë që ka heshtje totale partive parlamentare. A di pse ka heshtje? Duna me ndërvrej, kalzon mas emisionit. Mas emisionit, pse ka heshtje? Sepse kur nuk I agent madhe politike, idet ndërtume, që I ki vijat e trasha, s'ka rëndësi që ka dënë tjetri, ti jenë pritje. Albini, pse Albini? Hajde këta këto. Albini këta I lënë. Po hesht. Jo, Albini I lënë këta, për mi trajnë unë krejt.